duhet patjetër muslimani ta agjëroj gjithë muajin, apo mund zgjedhë disa ditë, apo vetëm natën e Kadrit. Muslimani i vërtet duhet ta agjëroj gjithë muajin e Ramazanit. Fëmijët e vegjël që janë moshën, le të themi 10 vjeç, 11 vjeç, 9, 10, 11, mund ta agjërojnë disa ditë. Ndërsa muslimani në moshë madhore, pra që ka kaluar pubertetin, 13 vjeç e lart, duhet ta agjërojë gjithë muajin e Ramazanit. Po mirë, ka disa njerëz që agjërojnë vetëm atë ditën që është para natës Kadrit. Zoti i falt, Zoti ju apranoft, por faktikisht kjo nuk mjafton. Pra ta agjërosh vetëm atë ditë, natën e të cilës është nata e Kadrit, kjo nuk është e mjaftueshme që besimtari, domethënë, të mos agjërojë Ramazanin. Pra, shkurt dhe qartë, duhet agjëruar muaji i Ramazanit i plot. Pra duhet ta agjërojmë të plot muajin e Ramazanit. Po pse? Sepse Zoti thotë në Kur'an, shehru Ramadan, muaji i Ramazanit, cili do që prezanton për jush muajin e Ramazanit. Pejgamberi sa më tha, ai i cili agjëron muajin e Ramazanit, jo një ditë, apo disa ditë, apo vetëm ditën e natës së Kadrit. Zoti na mundsoft që ta bëjmë ashtu siç duhet dhe të plot muajin e Ramazanit.